Qarën nuk ua bëri sa kishte pushtetin e plot e hallin po aqan kur nuk e ka më. Kur dështoi të arrimar postin për së treti kryeministrin e detyrë, Albin Kurti ju ankua deputatëve të dielën se pa votimin e ekzekutivit po paralizohen 10 trupa. Janë edhe 33 agjensi dhe institucionet pavarura shtetërore që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Por pikrisht Kurti po shihet përgjegjës që nuk i rehatoi ndërmarrjet gjatë legjislaturës së kaluar kur 4 vjet kishte shumicë parlamentare. Edhe partia në pushtet në atë kohë i ka ditur se do t'ju përfundoj mandati në kohë të caktuar. Ata zëm 2 anëtarë në gjykatën kushtetuese kanë qenë të përzgjedhur nga komisioni vlerësues, por nuk janë hedhur në votim në seancë plenare. Pasojat sipas Institutit Kosovar për Drejtësi, në fund i vuajnë qytetarët që s'mund të marrin shërbime cilësore. Komisioni pavarur për media nuk ka mundur që t'i trajtojë ankesat që janë bërë në këtë komision për arsye që përbërja nuk është e plotë dhe ky komision ka mbetë i paralizuar.